Makina që duhet t'i besoni më shumë për aksidente dhe për kilometra, sigurisht që janë ato që kanë vetëm 5 vite mosh. Në Shqipëri ekziston një shprehje ku thuhet se nuk ta lëshoj Gjermoni Mercedesin pa ja bonja 400.000 kilometra, sidomos kur makina është sportive. E shohim bashkë AMG GT të vitit 2021 se sa kilometra ka. Makina ka ardhur nga Gjermania dhe raporti që mora në Auto Tracer by Girafa thot se boja e makinës është origjinale, nuk ka psuar aksident, nuk është raportuar e vjedhur dhe ka edhe fotografi nga postimet më hershme të makinës. Ndërsa kilometrat, në vitin 2021 ka pasur vetëm 25.000 kilometra dhe pas një viti ka dyfishuar, ndërsa në vitin 2023 makina ka patur 62.000 kilometra. Logjika është shumë e thjeshtë. Makina është nxjerrë në shitje dhe ndodhet në Shqipëri me 106.000 kilometra. Mos bli makinë pa kontrollu historinë në databazën më të madhe të autoveturave në Evropë. Auto Tracer by Girafa.